të nderuar anëtarë dhe simpatizantë e Partisë Demokratike të Lipian, të nderuar qytetarët e komunës së Lipjanit. Po lëm pas një vit të vështirë për Kosovën, vit i cili solli pak zhvillime, ne arritëm të futemi në UEFA e FIFA, arritëm të nënshkrojmë MSA-n, po nuk arritëm të zhvillojmë ekonomikisht Kosovën, të punësojmë qytetarët e Kosovës, nuk arritëm të formojmë ushtrinë e Kosovës, nuk arritëm të bëjmë liberalizimin e vizave që ju të lëvizni leshëm. Edhe në komunën e Lipjanit patëm një qeverisje e cila solli nepotizëm, e cila solli papunësi, e cila solli shkelje ligjore, mos zhvillim ekonomik, mos investime në infrastrukturë e shëndetësi, mos investime në arsim, kulturë, rini e sport. Kjo qeverisje po vazhdon të qeverisë kundërligjshëm, siç e thotë edhe avokati i popullit, i cili e vlerëson ndër komunat, e cila ka bërë shkelje të drejtave të njerëzit, siç e vlerësoi në raportet të cilat e qesin komunën e Lipjanit në komunat më me pak zhvillim, apo e qesin komunën e Lipjanit me më së paki realizim të premtimeve elektorale. Kemi një komunë e cila po bën shkelje edhe në punësimin në arsim, edhe në punësimin në administratën e komunës, po bën politizim të administratës dhe arsimit. Të nderuar qytetarët e komunës së Lipjanit, ne si Parti Demokratike e Kosovës, si partia e parë në komunë, kemi arritur që përmes asamblesë komunale të shtrojmë çështjet tuaja, të shtrojmë problemet tuaja dhe të insistojmë që ato të kryen. Mirë po, jemi mbi votuar gjithmonë, edhe pse nuk është dashur të zhvillohet në këtë formë komuna Lipjanit. Ne në vitin 2017 si Parti Demokratike e Kosovës po hym të përgatitur për vitin elektoral. Në vitin 2016 arritëm të zhvillojmë shumë aktivitete sportive e kulturore, arritëm të takohemi me ju në çdo fshat, arritëm që të kemi manifestime publike ku prezentoj kryetari i ri i Partisë Demokratike zoti Kadri Veseli, arritëm të festojmë për vjetorin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe jemi në përgatitje që ju qytetarë të nderuar të keni mundësinë të zgjedhni programin i cili do të jetë program i zhvillimit, program i investimit, i zhvillimit të kulturës, rinisë e sportit, i zhvillimit të administratës komunale e jo i politizimit, i zhvillimit të infrastrukturës në çdo cep të komunës, dhe besojmë se ju, ashtu siç na keni përkrahur fuqishëm gjithmonë, do të na përkrahni fuqishëm edhe në vitin 2017, që ne të jemi partia e parë, që ne të jemi partia e cila formon ekzekutivën për zhvillimin tuaj, për përparimin tuaj, për punësimin tuaj. Në vitin 2017 që po hym, uroj që familjet tuaja të kenë begati në shtëpi, uroj që ju të jeni shëndetshëm dhe besoj në vitin 2017 bashkë të festojmë se vitin e fitores së Partisë Demokratike të Kosovës.